është ekonomia orientuar nga konsumi. Dhe ne 8% të ushqimeve i importojmë. Përveç se importojmë gjërat e veshje, këpucë, industrira, teknologjira. Dhe një pjesë e mirë e forcave të punës ka hikur jashtë shtetit, por ne bëm edhe një gabim të madh që për një periudhë shumë të gjatë kohore, gabimisht kemi mbështetur një industri e cila nuk ishte premtuese për periudhën afatgjatë, që është industria fason. Unë jam shumë dakord që ta mbështetësh një industri, por jo për 30 vjet. Një industri, një sektor mbështetet për 5 deri në 10 vjet, dhe në momenti që nuk është më premtues, nuk mbështetet më dhe vazhdohet me sektorët e tjerë. Ne tham privatizimi. Çfarë bëm me privatizimin? Shkatruam gjithë industritë. Fasonët do bëjnë namin. Çfarë bëm me fasonët? Fasonët deri në vitin 2015 s'kan paguar si taks. Vetëm 1% xhiros. Nga viti 2015, se kjo është shumë e rëndësishme dhe unë ja rekomandoj edhe SPAK-ut ta ndjeki për hetim të çështjes që po them unë tani në këtë moment. Cila? Në vitin 2015 u bë një paketë për të ndihmuar industrinë fason. Edhe çik përpara. Dhe u vendos që këta të pagonin tatimin mbi fitimin 15%. Në 2015 ishin 250 kompani fason. Brenda 6 muajve, sa u vendos tatimi mbi fitimin 15%, këta u ndan, një kompani u ndan 4 pjesë dhe u bën 755 kompani fason, aq kemi dhe sot, 450 tekstile, 200-300 e ca këpucë, vetëm që të mos pagunin 15%, dhe u bën kompani të vogla dhe nuk kapin xhirin 140.000 euro. Të lutem shumë. Do me thënë, nuk e pagu taksën prapë, si se nuk kam mbaroj. Industria fason nuk sjell asnjë lek buxhetin e shtetit. Themi që eksportojnë 1 miliard euro. Nuk është e vërtetë që është mashtrimi më i madh